Lavdrimet dhe falenderimet i takojnë Allahut krijuesit të gjithësisë. Atë e falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë të cilin e udhëzon Allahu i lartësuar në rrugë të drejtë, nuk ka kush e devijon, dhe atë të cilin e largon nga kjo rrugë, nuk ka kush e drejton. Dëshmojmë dhe deklarojmë se i vetmi i cili meriton të adhurohet me merit është Allahu, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Fjala më e mirë është fjala e Allahut të lartësuar. Udhëzimi më i drejtë është udhëzimi i Resulit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija janë të shpikurat në fe. Çdo shpikje është risi, çdo risi është humbje dhe çdo humbje, përfundimi i saj është zjarri i xhenemit. Të nderuar besimtar, në hutbën e kaluar kemi folur për madhështinë e Kuranit fisnik. Ndërsa sot do të flasim ndikimi i Kuranit në zemrat e njerëzve. Të nderuar besimtar, kur dëgjohen apo kur lexohen ajetet e Allahut të lartësuar, këta ngulitën në zemrën e robit, saqë syri nuk mund të duron, por e sheh duke lutuar. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu dhe i tha: "O Abdullah, dëshiroj që ti të më lexon Kur'an." Dhe hadithi është tek Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Abdullah ibn Mesudi i tha profetit të Zotit: "O i dërguari i Allahut, si të lexoj Kur'an ty, kurse ky Kur'an të është zbritur ty?" I dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Unë dëshiroj të dëgjoj nga dikush tjetër." Dhe thot Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, fillova duke lexuar surën Nisa dhe kur mrina tek ajeti 41, po si do të jetë gjendja kur ne të sjellim nga çdo popull një dëshmitar, e ty të sjellim dëshmitar kundër tyre, thot Abdullah ibn Mesudi, pash syt e pejgamberit alayhi salatu wasalam lotonin. Jafar ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ishte me grupin e parë që emigruan në Abisini, në Etiopi, me lejen e Allahut dhe lejen e profetit, i cili para Nejashit o vëllezër lexoi ajete nga surja Maryam. Dhe Nejashiu mbreti kur i dëgjoi fjalët e Allahut të lartësuar, filloi të çaj, saqë mjekra e tij ju mbush me lot dhe çajtën edhe klerikët të cilët ishin afër mbretit dhe librat e tyre u bënën me lot nga ajo se çfarë dëgjuan për fjalëve të Allahut që ndikojnë në zemrat e tyre. Aisha radhiyallahu anha, hadithin e Imam Buhariut, na tregon o vëllezër dhe thot se Ebu Bekri para se të bënte hijretin e kishte mbaruar një vendfalje afër rrugës. Edhe aty ai bënte namazin dhe lexonte Kur'anin. Por se Ebu Bekri radhiyallahu anhu, ashtu siç e dini, ka qenë shumë i ndihshëm në ajetet e Allahut dhe gjithmonë ka qaj. Dhe kjo vendfalje ti ka qenë afër rrugës, njerëzia kanë kaluar aty pari prej idhujtarëve, gra, burra dhe fëmijë, dhe u ndalshin e dëgjonin atë se çfarë lexonte dhe këndonte Ebu Bekri për fjalëve të Allahut të lartësuar, saqë paria idhujtare u mbledhën dhe thanë: duhet me domos ta largojmë për ati vendi dhe le të futet më mbrana në oborrin pranë shtëpinë e tij, sepse këto fjalë do të ndikojnë në zemrat e grave dhe fëmijëve tonë dhe pastaj ai do t'i nxjerrë nga feja jonë në fenë e tij. Jubair ibn Mut'im, i cili thot o vëllezër, se një ditë prej ditëve isha në harem, në Qabe, kur i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte duke lexuar fjalët e Allahut, ajetet e Allahut tek surja Tur 35, ku tha: a janë krijuar ata pa asgjë apo janë vetë krijuesit, apo i krijuan ata qiellin dhe tokën? Jo, ata nuk kanë bindje, apo mos janë ata zotrusit e thesarëve të Zotit tënd, apo mos janë ata sundusit? Thot Jubair ibn Mut'im, kur i dëgjova këto fjalë, atë shumë ndikua në zemrën time, thash me vete, zemra ime dëshiron të del prej gjoksit dhe filtron. Dhe ky hadith është tek Imam Buhariu vëllezër. Dimad el-Azeri ishte dhujtar, një mjek i cili i ka trajtuar njerëzit e çmendur. I than se Mekë është një njeri me emrin Muhammed, i çmendur,
Dhe ai kërkoi që ta takon Muhamedit me qëllim gratis ta shoron. Nëse është i çmendur vërtet nga ajo se çfarë shpifën idhujtarët ndaj pejgamberit dhe vulës së gjithë pejgamberëve Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ai i ofroi shërbimin pejgamberit të Zotit dhe i dërguari Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pasi e dëgjoi ju drejtua Dimal el-Ezeliut dhe i lexoi fjalët hyrëse që gjithmonë i dërguari Allahut gjatë ligjëratave të tij, mësimeve të tij, hutbeve të tij, dhe secili hoxh dhe dietar hyrën e fillon me këto fjalë: Innal hamdalillah, lavdrimi, falendrimi i takon Allahut, krijuesit të gjithësisë, atë falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kjo o Zon Allahu, askush nuk mund ta lajthit dhe atë cilin e largon nga kjo rrugë, askush nuk mund ta drejtoj, dhe pastaj thot dëshmoj dhe deklarojmë se i vetmi i cili meriton të adhurohet me meritë është Allahu dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari. Dhe i dërguari Allahut këto fjalë përsëriti 3 herë, ashtu siç rrëfen vet Dimat el-Ezeli, dhe pastaj thot mahnita nga ajo se çfarë dëgjova nga profeti i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe thash pas shatmoni Zot, këto fjalë nuk janë fjalë të falltorëve, këto fjalë nuk janë fjalë të magjistarëve, këto fjalë nuk janë fjalë të poetëve, por thot këto fjalë janë aq të thella dhe aq me domethënie të madhe, sikur se të dilin nga thellësia më e madhe e detit. Dhe pas këtyre fjalëve Dimat el-Ezeli e pranoi Islamin, siç është ajo fjalë e njohur mesin e dietarëve: shkoi për ta shëruar ushëruave. Të nderuar besimtarë, sikur Allahu ta kishte zbritur këtë Kur'an mbi një mal, do të përulej dhe do të qohej prej frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo është njerëzia duhet ta marrin fjalën e Allahut, Kur'anin, me frikë dhe për ulësi. Ajetet e Allahut të lartësuar o vëllezër kanë ndryshuar gjendjen e sahabëve. Kur zbriti ndalimi i alkoolit tek surja Maide 91, Omeri e dëgjoi fjalën e Allahut të lartësuar: a do të ndalemi? Omeri radiallahu tha: unë dalëm, dhe rrugët e Medinës, sikurse e dini, vërshuan prej alkoolit që mbanin pra në atë kohë muslimanët në për shtëpitë e tyre, sepse ende nuk ishte ndaluar. Të nderuar besimtarë, një ajet i vetëm i forcoi sahabët prej një prej sprovave më të mëdha që i kishte goditur ata. Ajo është kur i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vdiq, prej dashurisë dhe madhërimit që kishin ndaj profetit të tyre Muhamedit alayhi salatu wasalam, sahabët nuk mundenin me paraftyru vdekjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Derisa ardhi Abu Bekri radiallahu anhu, i cili lexoi ajetin tek surja Ali Imran 144: Muhamedi nuk është veç gjë tjetër veç se një i dërguar, edhe para ti i ka pasur të dërguar. A mos vallë se ai vdes ose vritej, ju do të ktheni prapa? Ibn Abasi radiallahu anhu thot: pasha Allahun, kur e dëgjuan këtë ajet nga goja e Abu Bekrit, gjithë sahabët sikur se menduan se ky ajet tani kishte zbritur. Nuk dinin për këtë ajet. Dhe pastaj thot Abdullah ibn Abasi, u qetësuan zemrat e sahabëve dhe secili prej tyre e përshpëristen veti këtë ajet të Allahut. Të nderuar besimtarë, ajetet e Allahut i shtojnë besimin e besimtarëve. Thot i Madhi Zot tek surja Anfal 2, dhe kur u lexohet ajetet atyre, u shtohet besimi. Të nderuar vëllezër, për pozitën e Kuranit tek i Madhi Zot, ose se cila shkrojnë të cilën në robi e lexon, do të ketë shpërblim, madje edhe shpërblim të shumëfishuar, dhe këtë na dëshmon hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam, që Imam Tirmidhiu e ka cilësuar për haditheve të sakta, ndërsa hoxha i Islamit Imam Albani e ka vërtetuar për hadithin të saktë, ku thotë i dërguari Allahut: kush lexon një shkronjë nga libri i Allahut ka një të mirë dhe çdo mirë shpërblet 10 fish. Të nderuar vëllezër, Kurani është mrekulli që Allah i lartësuar e ka bërë shenjë të vërtetësisë së pejgamberëve, e ka bërë shenjë të vërtetësisë së pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk humbi ky Kur'an dhe nuk do të humb me vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam, por do të mbetet deri në ditën e Kiametit.
Të ndruar vëllezër, sa më shumë që vazhdon kjo mrekulli, aq më shumë do të shtohen pasuesit e Kur'anit. I dërguari Allahut na thot hadithin e Imam Buhariut dhe Imam Muslimit. Çdo pejgamber ka pasur mrekulli, me të cilën njerëzit kanë besuar, ndërsa mua më çdon shpallja dhe shpresoj të kem më shumë pasues ditën e gjykimit. Të ndruar vëllezër, i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na thot hadithin e Imam Muslimit se i dërguari i Zotit një ditë e mbajti një hutbe dhe tha: o ju njerëz, keni kujdes. Zoti im ka urdhëruar t'ju mësoj atë që nuk e dini, prej asaj që më ka mësuar mu sot Allahu azza wa jalla. Allah subhanahu wa taala më tha: kam zbritur mbi ty një libër që nuk e lan ujë. Tham këtë hadith e gjejmë tek Imam Muslimi. Kam zbritur mbi ty një libër që nuk e lan ujë. Komentuesi i këtij hadithi, Imam Neveviu, o vëllezër, thotë se ai është Kurani i cili është i ruajtur në gjoksat e besimtarëve dhe nuk mund të zhduket dhe nuk mund të lahet dhe nuk mund të mbetet ky Kur'an të largohet, por do të mbetet ky Kur'an në gjoksat e besimtarëve. Të ndruar vëllezër, sahabët e ndershëm, sa herë që e kujtonin shpalljen apo sa herë që e kujtonin ndërprerjen e shpalljes pas vdekjes së pejgamberit të Zotit, që për tyre ishte Abu Bekri dhe Omeri, ata shkonin tek një plagë që i dërguari Allahut e ka vizituar Umu Ejmen, dhe një ditë për ditëve që të dy shkuan për të vizituar atë plagë, sepse i dërguari Allahut e ka vizituar, dhe ne i kena përmendur në për ligjërata se sahabët nuk kanë lënë vepër, fjalë, dëshirë që e ka po profeti, vetëm se e kanë pasur dhe janë mundu me vepër. Dhe kur arritën tek kjo plagë, kur i pa, ajo filloi të qajë. Abu Bekri dhe Omeri i thanë: pse po qan? Ajo që është tek Allah është më mirë për të dërguarin e Zotit. Ajo u përgjigj dhe tha: unë nuk qaj sepse nuk e di që ajo që është tek Allah është më mirë për të dërguarin e Allah. Por se po qaj se me ikjen e profetit është ndërprerje shpallje nga qielli. Dhe kur e të dëgjuan këtë fjalë nga Umu Ejmen, Abu Bekri dhe Omeri, që të tre bashkë filluan të qajnë, dhe kjo hadith është tek Imam Muslimi. Të ndruar vëllezër, për shkak të lartësisë së Kuranit, Allahu i lartësuar i ka ngritur njerëzit në shkallë, i ka vendosur dhe i ka veçuar në pozita të larta dhe të ndershme dhe i ka respektuar. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk mbahet mend të ketë bërë kunut, lutje, një muj rresht në namaz, pos kur ati ju vran lexuesit e Kuranit, kur ati ju vran pra hafizat e Kuranit. Edhe halifët e drejtë, o vëllezër, Abu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu, i kanë respektu, i kanë dashur, janë këshillu, i kanë marrë afër vetës, i kanë ngrit në përmeshdise njerëzit e dijes, pra njerëzit e Kuranit. I Madhi Zot nuk ka zbritur ndonjë libër prej qiellit, libër më të plotë, më të gjithëpërfshirshme, më elokuent, më madhështor dhe më fisnik se sa Kurani. Ai është prej mirësisë dhe mëshirës së Allahut për robërit e tij. Thot I Madhi Zot tek sura Yunus 58, thuaj: me mirësinë e Allahut dhe mëshirën e tij le të gëzohen me këtë, sepse është më mirë se ajo që ata argumentojnë. Është më mirë se sa ata që grumbullojnë. Të nderuar besimtarë, kush e do Kuranin, ai e don Allahun. Si thot Ibn Kaimi rahimullah, nëse dëshiron me ditë se sa ti ke dashni ndaj Allahut dhe sa të tjerët kanë dashni ndaj Allahut, shikoje dashurinë tënde ndaj Kuranit dhe shikoje dashurinë e të tjerëve ndaj Kuranit, se sa ata merren me leximin dhe merren me veprën e asaj çfarë Allahu ka urdhëruar në Kur'an. I lumtur dhe I suksesshëm është vëllezër ai që I Madhi Zot e ka zgjedhur për të, e ka zgjedhur që ai ta madhron dhe ta falendron Allahun nëpërmjet fjalës së tij Kur'an Kerimit, sepse nëpërmjet leximit të Kuranit robi e kujton madhështinë e Allahut dhe e kujton pse Allahu atë e ka krijuar, dhe se Allahu nuk e ka krijuar për asgjë tjetër pos që ta adhuron Allahun e lartësuar dhe mos t'i bëj atij shirk. Thot I Madhi Zot tek sura Anbiya 50, ky është një përkujtim I bekuar që ne e kemi zbritur e ju mohoni. Të ndruar vëllezër,
ai i cili dëshiron udhëzimin, le t'i përmbahet Kuranit. Nuk ka asgjë që i bën dobi më së shumti robit në dynjë dhe në ahiret se sa shpëtimi dhe udhëzimi nëpërmjet Kuranit. Ai i cili e mediton Kuranin dhe ai i cili e kërkon udhëzimin nëpërmjet Kuranit, dijeni o vëllezër se Kurani do ta drejtoj, do ta udhëzoj nga ajo se çfarë Allahu ka thënë në Kuran, edhe se çfarë i dërguari Allahut ka thënë në hadithet e sakta. Allahun o vëllezër e falenderojmë me mirësitë e tij. Allahun e falenderojmë për udhëzimin dhe dhuntitë e tij. E lutim të madhin Zot na bën për atyre që e lexojnë, e dëgjojnë, e veprojnë, edhe punojnë me fjalën e Allahut, Kuranin, edhe e lutim Allahun të na bën për atyre që e lexojnë sunetin e profetit dhe e veprojnë. Sallallahu alaihi wasallam.